momenti kur është themeluar Lidhja Demokratike e Kosovës, ishte lajm shumë i mirë për Kosovën. Dhe 100 ditë e para doja takona me Ibrahim Rugovën. Dekimi që ka bo Adem Demaci në masovizimin e LDK-s, historia ka me kallëzu. Se ju e dini se nuk kam qenë nga ata që kësaj partije i kam thënë mashallah. Kam qenë nga ata të cilët e kam kritikuar këtë parti. Duhet ta kemi parasysh që rezistenca jote, gjithë një pasore, por aktive, duhet të jetë faktori i parë që do të na izit gjashtë. Faleminderit, mos më merrni për keq të fjalë, ju uroj sukses. Adem Demaci, edhe me shkrime e ka, gjithni, jo sa Rugova, pa Amerikën nuk ka kur që heq. Vetë kur përmend Amerika, Adem Demaci ka besu. Dhe faktikisht ajo ishte një kohë kur u vrejt se do të bëhet pak më ndryshe. Për këto dhe shumë të tjera, bashkë bisedojmë ekskluzivisht me veprimtarin, patriotin dhe intelektualin Zotri Selatin Novosela, këtë të shtunë në ora 21 në Koha Vision, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin. Pjesa 2.